Ja, Përshëndetje zotri, nga telefonon? nga Austria. Zonja Lela, Leja, po ta një për telefonuesin e më hershëm, Po? unë u lajmërova më herët, për llogarisëm si Kojshi, fësinje. Po? Unë u lajmërova më herët nuk pa durim dhe më në muë fjallë para me që se respektujem na kundërshtorin, Kojshin. Po? Këto. Ta është të pedhome na sa kemi me fësinje. Në qovë se ju kujtohet më herët babalarët e tonë e këto, qovë se kom dashtu në me ble një shpi. Po? Mas porim shku kom këshyrë lagje, qëfar lagje, qëfar Kojshishen, qëfar njerëzish janë. E ko një farë fjale, shpin për ta shes 10.000 marka, po Kojshin për ta shes 100.000 mark. Pse? Qovë se Kojshia i keq, o Kojshia që të mëton, që të me lëshu e shpin me mshele, me lëshu e shpi s'kjo atë ven kur rrin. Dhe mo Kojshia i mirë nuk ka të paguam. Po Kojshia i keq i kësa ma largë pëtina. Vetëm e na mërgata shemë na kemi qep me orë me i po të familjes e vllazin lakun e kushërit e këtu. Mua shemë në kresë unë në fushë Kosova o bo si multietnike. Po? Që se më përshëndet mua një që ardha të dy pare si jep. Nuk më folë t'i flasë, mos më folë si më flasë, pas nuk më dhem, as nuk më gëzën. Po? Po kur yti, familjes tonë, nuk të përshëndet, e nuk të respekton, e nuk të banktohet që e mund dhe. E na thamë pare më hershëm. Dhe mon, djalli, qatë dite që dohet djalli, vlau, Kojshikije. Këtë në ero ko një farë fjale, të kanë do, ju do timi. Dhe mon, u do timi, kinë se u do o gjako. U do timi, po nuk u do vllazi lako, nuk u do dashnia. E po më doket për fat kesot po shkojnë këtë paket. Tua ta dha një shembull simbolik për juve gazetarve. Hajde. Nëse një shoqë që ju atja punon televizioni Kanal 10, po nesër ka lënë një televizion tjetër, na shtam ti nuk e këshyr me atë sy, më qysh e ke pasi kolegës atë unat. Edhe kjo është një farë lloj Kojshie. Në Ja vërtet. pse duhen qëre, u kom pas pesh, nuk u zën ti me përmeni medium tjetër. Jo. Ju për shembull si medium e ju si medium